Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, ka në themel të vet 4 pika që lidhen me demokratizimin e Shqipërisë. Dhe në këtë rrugë që nga dita e parë e deri në fund do të qëndrojmë për të 4 këto pika. 1 ishte vota e diasporës e cila u realizua, 2 është hapja e sistemit zgjedhor, pra hapja e garës, të cilën ne po dëshmojmë në këtë hap të parë. 3 është ligji për referendumet që mundson që në këtë vend fjala e fundit i takoj qytetarëve dhe arroganca e pushtetit të vritet, dhe 4 depolitizimi i administratës zgjedhore si një garanci që në fund të kësaj historie, më në fund të kemi zgjedhje të lira, të ndeshme, të gjithë pranuara nga të gjithë. Për këtë arsye, ne do të vazhdojmë pa u ndalur në këtë rrugëtim. Secili nga ju, nga kjo tavolinë sot, kur të çohet në ekipet tona të qarqeve, të zbres në terren, të takoni njerëzit, të organizoheni, të përhapni fjalën, të bindni që nevoja për ndryshim është sot, sepse nëse ne nuk e çajmë sistemin sot, Shqipëria e nesërme do të ketë 500.000 qytetarë të tjerë të cilët ikin nga sytë këmbët, sepse vritet shpresa dhe më shumë. Kështu që secili nga ju duhet ta ndjej veten misionar të një rruge e cila ka si qëllim demokratizimin e Shqipërisë. Ky është koalicioni i njerëzve që kanë në themel të tyre demokratizimin e atë vërtet.